Me që të ndëruar, përsëri ju përshëndes, shpresoj që jeni mirë gjithë. Do të vazhdojmë sot me të shikojmë vargjet në vazhdim nga Marku, nga Ungjilli i Markut, kapitulli 7. Në videot e fundit ne kemi shikuar vargjet 1 deri 8 dhe kemi folur për temën rreziku i vendosjes së traditave njerëzore mbi fjalën e Perëndisë. Mund të shkoni ta shikoni atë video nëse doni, është vërtet diçka shumë e rëndësishme. Sot në vargjet 9 deri 13, këto janë vargjet do të shikojmë sot, do të vazhdojmë me të njëjtën temë në fakt, rreziku i vendosjes së traditave njerëzore mbi fjalën e Perëndisë, pjesa 2. Edhe në këto vargje ne shohim se si Jezusi duke folur me këta skribet dhe farisenët që ishin mësues të ligjit, ai u jep atyre një shembull shumë të qartë ku ata e kishin ngritur traditën njerëzore në një nivel më të lartë se sa fjalën e Perëndisë. Dhe ata në fakt për ta mbajtur këtë traditë ata po e lënin anash apo po e kundërshtonin vetë fjalën e Perëndisë. Tash dëgjoni me vëmendje përderisa i lexoj këto vargje fillimisht dhe pastaj do të shikojmë me në detaje. Marku kapitulli 7 vargjet 9 deri 13 na thotë: Dhe ai, Jezusi, u tha atyre: Ju jeni të shkathët për të anuluar urdhrimin e Perëndisë, për të zbatuar traditën tuaj. E në fakt Mojsiu tha: ndero atin tënd dhe nënën tënde, dhe ai që mallkon atin ose nënën do të dënohet me vdekje. Por ju thoni, në qoftë se dikush i thot atit vet ose nënës së vet, gjithçka që mund të bëj për ty është kurban, domethënë një ofertë Perëndisë, nuk e lejoni atë të bëj asgjë për atin e vet ose për nënën e vet, duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj që ju keni trashëguar, dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Siç e shihni pra, këtu kemi një shembull të qartë ku skribët e farisenjët që në fakt e kishin për detyrë t'u mësonin njerëzve fjalën e Perëndisë. Kjo ishte çka qëllimi, detyra e tyre. Edhe pse ky ishte qëllimi i tyre, ata ishin aq të përkushtuar ndaj traditave njerëzore, saqë ata po e thyenin ligjin e Perëndisë, po e anulonin ligjin e Perëndisë, po lënin anash fjalën e Perëndisë në mënyrë që të mbanin traditat njerëzore apo zakonet njerëzore. Këtu Jezusi u jep atyre vetëm një shembull, por ata bënin këtë gjë në shumë gjëra të tjera. Vargu i fundit, në fakt vargu 13 na tregon se Jezusi u tha atyre dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Pra, ata ishin të prirur për të lënë anash fjalën e Perëndisë, për të anuluar fjalën e Perëndisë në mënyrë që të mbanin traditat njerëzore. Në këtë rast Jezusi e merr një shembull nga Mojsiu dhe pastaj ai u tregon atyre se si ata e kishin lënë anash atë që Perëndia kishte thënë përmes Mojsiut dhe e kishin zaventësuar me një traditë njerëzore. Shiqoni vargun 10, në fakt Mojsiu tha: ndero atin tënd dhe nënën tënde, dhe ai që mallkon atin ose nënën do të dënohet me vdekje. Këtu Jezusi citon nga dy pasazhe të ndryshme nga Dhjata Vjetër. Eksodi kapitulli 20 vargu 12 thotë: do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep. Dhe Eksodi 21:17 thotë: kush mallkon të atin ose të ëmën do të dënohet me vdekje. Pra, Jezusi është duke cituar nga Mojsiu. Kjo është çka Perëndia i kishte thënë njerëzve, i kishte thënë popullit të përmes Mojsiut, që ata t'i duan prindrit, e tyre, që ne t'i duam prindrit tanë dhe të kujdesemi për ta dhe të mos i mallkojmë ata. Në anën tjetër, judenjet po praktikonin një traditë njerëzore që ishte zhvilluar për një kohë të gjatë. Shqoni vargu 19 thotë: por ju, pra, në kundërshtim me atë çka Mojsiu kishte thënë, në kundërshtim me atë çka Perëndia kishte thënë përmes Mojsiut, tash Jezusi thotë: por ju, Mojsiu tha këtë, por ju thoni, vargu 19, në qoftë se dikush i thot të atit të vet ose nënës së vet, gjithçka që mund të bëj për ty është kurban, domethënë një ofertë Perëndisë.
atëherë ata në një mënyrë liroheshin nga përgjegjësia për të kujdesur për njerëzit e tyre. Në ligjin e Mojsiut, fëmijët e kishin për detyrë që të kujdeseshin, që t'i dënin prindërit e tyre edhe të kujdeseshin për prindërit e tyre. Dhe kjo dashuri ndaj tyre manifestohej kur ata kujdeseshin për ata, duke i mbikëqyrur ata, që ata të kenë ushqim, gjërat e tjera të nevojshme, sidomos në pleqërinë e tyre, kur ata nuk do të mund të siguronin për vete. Por këta skrebet edhe fariseët e kishin gjetur një rrugdalje për ta hequr këtë përgjegjësi nga vetja, për ta hequr këtë përgjegjësi nga njerëzit. Dhe mënyra se si ata e kishin bërë këtë ishte vërtet e ligë. Ata e kishin bërë të duke e përfshirë Perëndin në këtë gjë. Sipas tyre, nëse një person i thot prindërve të tij se hey, unë e di që e kam për detyrë që të siguroj për ty, që të kujdesem për ty, mirë po gjithçka që unë posedoj, gjithçka që unë kam, ja kam dhënë Perëndisë si kurban apo si ofertë. Edhe kjo në një farë mënyrë i lironte ata nga përgjegjësia që të kujdeseshin për prindërit e tyre. Por ende duke mbajtur marrëdhënie të mira me Perëndin, sepse hey, unë ja kam dhënë këtu Perëndisë. Kjo ishte një traditë që ishte zhvilluar nga njerëzit. Perëndia kurrë nuk ishte thënë që nëse ju i jepni gjithçka që keni si kurban Perëndisë, atëherë ju s'keni nevojë që të brengoseni për prindit e juaj, apo që të kujdeseni për ta. Kjo ishte diçka që ishte zhvilluar nga njerëzit, traditë njerëzore. Dhe normal, kjo gjë keq përdorej nga njerëzit. Çdo person kishte mundësinë që thoshte, nëse ai nuk dëshironte që të kujdeset për prindërit e tij, nëse ata ishin një barrë e madhe për të, ai mund të thoshte hey, vje keq, unë gjithçka që kam ja kam dhënë Perëndisë dhe nuk mund të kujdesem për ty. Edhe kjo gjë nuk i pëlqeu Jezusit. Jezusi rreptësisht e kundërshton këtë gjë. I kundërshtoi farisenjët që e mësonin këtë gjë. Ai u tha atyre se kur ju e praktikoni këtë gjë, kur ju e praktikoni këtë traditë, ju, vargu 12, nuk e lejoni atë të bëj asgjë, atë person të bëj asgjë për atin e vet ose për nënën e vet. Me fjalë të tjera, Jezusi thotë ju me traditën e tuaj po i shkaktoni njerëz që ata të mos kujdesen për prindërit e tyre. Dhe si rezultat, shumë prindër vuajnë sepse nuk ka kush të kujdeset për ta. Por Jezusi thotë që ju po i shkaktoni njerëz që të shkojnë kundër asaj çka Perëndia kishte thënë përmes Mojsiut. Ju me traditën tuaj po e bëni këtë. Gjithashtu Jezusi thotë atyre se kur ju e praktikoni këtë traditë, ju jeni, vargu 13, duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj që ju e keni trashëguar. Shihni pra, kjo është sa larg këta farisenj kishin shkuar. Ata po e anulonin fjalën e Perëndisë në mënyrë që të mbanin traditat e tyre. Dhe si thash më herët, ky është vetëm një shembull ku ata po bënin këtë gjë. Mirë, por kishte shumë gjëra të tjera të tilla. Ne e dim këtë, siç e përmenda më herët, sepse fundi i vargut 13, Jezusi thotë dhe ju po bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Dhe kjo gjë ndodh vazhdimisht. Njerëzit janë të prirur edhe sot. Njerëzit janë të prirur që më shumë ti bindem traditave njerëzore se sa asaj çka Perëndia ka thënë. Pse është kjo? Sepse njerëzit, ne e dim që njerëzit na shikojnë, ne kemi dëshirë që të paraqitemi si njerëz që të pëlqejmë njerëzve të tjerë, që i mbajmë traditat njerëzore sepse njerëzit po na shikojnë. Perëndia që nuk e shohim, shpesh i anulojmë ligjit të Perëndisë sepse hey, askush nuk na shef nëse nuk i bindem këtij ligji. Por traditave njerëzore ne gjithmonë kemi dëshirë që t'i bindem. Mirë, por gabimi është, edhe siç kam thënë në videon e parë, ka tradita njerëzore zakonisht që janë të mira. Ne si shqiptarë kemi shumë nga ato dhe nuk duhet i harrojmë. Mirë, po nëse ka ndonjë traditë që na shkakton neve që ta anulojmë fjalën e Perëndisë për ta mbajtur këtë traditë, atë ky është problemi. Siç thash, kjo gjë ndodh vazhdimisht edhe sot. Ka shumë edhe njerëz fetar që në fakt më shumë janë të brengosur për të mbajtur traditat njerëzore se sa ajo çka fjala e Perëndisë. Një shembull që mund ta marr, që mund ta përmend është kisha romake katolike. Kjo kish është e mbushur me tradita njerëzore që janë zhvilluar gjatë historisë, por nuk mund gjenden askund në fakt në fjalën e Perëndisë. Për shembull, Bibla, ideja e papës,
ideja e papës. Nuk mund gjesh asgjë për këtë gjë në shkrime në Bibël. Bibla kur nuk përmend një person si papa. Bibla kur nuk na jep një person, nuk na flet për një person në tokë që duhet të jetë kreu i kishës. Bibla është shumë e qartë që vetëm Jezusi është kreu i kishës. Ideja se Maria ka mbetur vegjëresh mbas lindjes së Jezusit dhe nuk ka pasur fëmijë të tjerë. Kjo është komplet një traditë njerëzore. Bibla kur nuk na thotë këtë gjë. Në fakt kjo traditë shkon kundër asaj që Bibla na mëson, sepse Bibla na thotë që Maria kishte fëmijë të tjerë, Maria dhe Jozefi kishin fëmijë të tjerë, edhe në fakt na jep emrat e këtyre fëmijëve. Do thotë kjo traditë është komplet kundër Biblës. Ideja që ne t'i lutemi Maris, t'i lutemi shenjtorëve, prap nuk kemi asgjë në shkrime lidhur me këtë. Bibla kur nuk na thot në këtë. Në fakt Bibla i kundërshton këtë gjëja. Ideja e ikonave, prap asgjë s'kemi në shkrime këtë, dhe mund të vazhdojmë ka shumë gjëra të tjera. Si të krishterë, ne duhet të ndjekim ato çka shkrimet thonë, jo ato çka traditat e njerëzve na thonë. Ne si protestant, si ungjillor, ne kemi një moto, edhe kjo moto është sola scriptura, që do të thotë vetëm shkrimi. Ne besojmë vetëm atë çka shkrimet na thonë, vetëm atë çka mund ta gjejmë në shkrimet e shenjta. Kjo është çka duhet të bëjmë. Edhe duhet të bëjmë gjithçka që ti kundërshtojmë traditat tona kur ato shkojnë kundër asaj çka Perëndia na ka mësuar. Farisejt po e bënin këtë gjë, ata po i ngritnin traditat njerëzore, zakonet njerëzore, nganjëherë në nivel me fjalën e Perëndisë, por në shumë raste edhe mbi atë çka fjala e Perëndisë kishte thënë. Dhe si rezultat, kur ata i mbanin traditat njerëzore, ata përfundonin duke anuluar apo duke kundërshtuar fjalën e Perëndisë. Në fund, duhet të them dy gjëra. Së pari, duhet të drejtohemi të krishterëve. Besoj që ky është një pasazh i shkrimeve shumë i mirë që duhet na bëjë që ne ti kontrollojmë zemrat tona, ti ekzaminojmë zemrat tona lidhur me këtë çështje duke i bërë disa pyetje vetes. Nëse a kemi ndonjë gjë që ne e dim që në fakt nuk është nga Perëndia, nuk është nga fjala e Perëndisë, nuk mund ta gjejmë në shkrime, por thjesht është një traditë njerëzore. A kemi diçka në zemrat tona? Nëse po, le ta hedhim poshtë. A ka diçka që ne besojmë? A ka diçka që ne e praktikojmë si të krishterë, që nëse e shikojmë në thellësi, në fakt nuk është në fjalën e Perëndisë, por thjesht ka ardhur nga traditat njerëzore. Edhe nëse kjo traditë nuk shkon kundër fjalës së Perëndisë, atë në rregull. Por nëse kemi, ma në mend këtë gjë, nëse kemi ndonjë gjë që ne e praktikojmë, që ne e besojmë, që në fakt shkon kundër fjalës së Perëndisë, mos hezitojmë, por ta hedhim poshtë menjëherë. Sepse kjo nuk është diçka mirë. Kështu që si të krishterë, le të ndalemi pak, le të mendojmë pak me këtë pasazh në mendje dhe ta kontrollojmë veten për disa momente. A kemi ne ndonjë gjë në zemrat tona, në mendjen tonë që ne e besojmë, që ne e praktikojmë, që në fakt shkon kundër fjalës së Perëndisë. Çdo gjë që ne besojmë, çdo gjë që ne praktikojmë duhet ketë rrënje në fjalën e Perëndisë. Nëse jo, atëherë është diçka thjesht është diçka njerëzore. E dyta, duhet të drejtohemi jo të krishterëve. Pa marrë parasysh çfarë religioni ti ke, pa marrë parasysh çka ti beson, a është besimi i juaj i bazuar në fjalën e Perëndisë apo në traditat njerëzore? Mendoni mirë për këtë. Nëse ajo çka ti beson nuk gjendet e shkruar në fjalën që Perëndia ka zbuluar, hedheni poshtë. Pa marrë parasysh sa shumë jeni lidhur me të, sa ndoshta tërë familja jote është në këtë religjion, nëse nuk gjendet e rrënjosur në fjalën e Perëndisë, hedheni poshtë. Edhe kërkoni Perëndisë që t'ju zbulojë të vërtetën, sepse shihni në ditën e fundit, ne nuk do të gjykohemi nga njerëzit, ne nuk do të gjykohemi nga komshitë tanë, nga ata që njerëz që na njohin neve, nga fshatarët tanë, ne do të gjykohemi nga Perëndia. Nëse kemi besuar diçka që thjesht është traditë njerëzore, do të ketë pasoja. Kështu që
Le ti kontrollojmë zemrat tona, dhe le ti kërkojmë Perëndis me gjithë zemër, që ai na bëj që ne të besojmë atë që Perëndia ka zbuluar në fjalën e në fjalën e vetë, dhe mos t'i lëm traditat njerëzore që të kenë një efekt të aq të madh në neve, saqë ne e lëm anash fjalën e Perëndis për t'i përmbushur traditat apo zakonet njerëzore. Ju falenderoj një herë dhe Zoti ju bekoft.